prizmës. Shpesherë në atë të quajtërën, ose ashtu quajtërën, opinion politik, analizë politike, diskurs politik, si të them të shi, koment politik, ne ngatërojmë atë pakic të zhurmshme, atë pakic që sigurisht merr pjesë gjallërisht edhe në komente, dhe në Facebook, në rrjete, por dhe në televizione, me shumicën dërmuese të heshtur. Dhe unë sot do flasë për atë fuqi të jashtëzakonshme të shumicës heshtur. Shpesherë faj i madh edhe i partive, por edhe opinion bërjes në Shqipëri, sidomos ajo që rrjedh nga Tirana, janë 7-8 televizione, 3-4 kombëtar, të cilët në netet e tyre, në primer të netet e tyre, të emisionet politike, sjellin e përsjellin rreth 30 analist, opinionist, komentator politik, që qarkullojnë medjen e rëndësishme kombëtare dhe sigurisht në rrjetet e tyre kombëtare. Po t'i shtojmë edhe disa portale të fuqishme që janë edhe ato rreth 20, që bëjnë opinion edhe që përbëjnë edhe komente, bile unë po them, po egzageroj duke thënë 30, se në të vërtet 10 të fuqishme janë edhe ato, përveç portaleve, televizioneve. Dhe aty mund të qetisin edhe një shasi prej 20-30 vetësh tjera dhe i gjithë kjo opinion bërje është prej 50 vetësh, të cilët sundojnë edhe bombardojnë bashkë me gazetat që nuk i lexon kush. Ma në Shqipëri, opinionin publik në atë që konsiderohet opinion bërje. Dhe sigurisht pastaj, në këtë bazë opinion bërje ja dhe komentet e shumta në për Facebook, që njerëzit të kuptojnë dhe qëndrimin e tyre, ekzibicionin e tyre. Dhe kjo mund të jetë edhe prej 5.000 vetësh, 10.000 vetësh, se nuk janë më tepër. Nuk janë më tepër dhe sigurisht po të njëjtët emra janë, po të njëjtët element, kryesisht që bëjnë zhurmë dhe kryesisht që merren me këtë punë. Por a është kjo e gjithë Shqipëria? A është kjo fuqia politike e Shqipërisë? Ja ku po ja them se është gënjeshtra e madhe e momentit, prandaj dhe llogaritjet nuk janë shumë të mira. Dhe prandaj duhet edhe të kuptosh kur futesh në një palë zgjedhje se me ke të bësh kush është fuqia e vërtet dhe kush janë njerëzit e vërtet që luajnë politikën në Shqipëri. Po jo them me bindje të thellë që ata që luajnë politikën nuk janë ata që bëjnë zhurmë në për televizionet e Tiranës, në për portale, në për Facebook dhe ata që grinden me njëri tjetrin. Janë pakica e pakicës. Shumica është e heshtur që nuk ka kohë të merret me marrëzira të tilla, që mban një qëndrim i cili sigurisht është në ditën e votimit, aty ke kutia e votimit. Pse do opozita sot, edhe jo opozita, po Sali Berisha thotë u vodhën zgjedhjet, u shkatruan zgjedhjet me vodhje, narkoshtetje, të tilla marrëzira, kupton që ai ka vazhdimisht, është tipi i tillë dhe sigurisht kjo shoqëri nuk e ka eliminuar një marrëzi të tillë historike dhe politike, e cila e çon mbrapa në retrokulturë të jashtëzakonshme. Kjo nuk do të thotë që shoqëria e heshtur, shumica e popullsisë nuk merr vendim. Dhe nuk mund t'ja transformosh këtë vendim. Në qoftë se e ka hedhur atje, ka marrë fund që ai është vendimi i hedhur aty dhe është aty. Do ta numërosh se s'bën. Sigurisht, De Gasperi thoshte shiko, Zotit shef në kutit votimit, po jo Stalini. Edhe ke ne, po njëti funksion është. Gënjeshtrat me u imponua, gjithë populli u friksua, gënjeshtra që gjithë populli është frikacak në Shqipëri, edhe voton Edi Rama se është dhica, popull dhic, ka frikë, se po heq nga puna,
kur dihet që nuk janë më tepër se 180.000 maksimumi njerëz që punojnë në shtet, dhe të gjitha pas kanë frikë që nga frikacak të gjithë janë frikacak përveç Sali Berishës edhe Munokës edhe ku diun gjithë majmunatet tjetër që vjen mbrapa. Kur gjithë fshatat shiten dhe blihen. Domethënë akuzohen demokratët sepse të gjithë shiten. Demokratët në Shqipëri shiten, ka kry kjo punë, kështu i thot Sali Berisha. Pra, po të merresh me këtë, ke humbur sensin e shumicës heshtur që vendos. E ke humbur këtë sens, nuk ke më këtë sens. Ndërsa e vërteta, e di kush është? Është shumica që nuk merret, nuk do ta shohë as Facebook-un fare. Ose kur e shef fillon e qesh, ç'a qenë ata. Janë pakica që merren me këtë punë. Pakica që merren me televizionit. Pakica, jemi ne pakica, unë që po flas tash, jam pakic. Nuk ka rëndësi se çfarë qëndrimi mbaj. Mund të mbaj qëndrimin edhe më të zi në botë, po edhe më të bardhë, më të mirë në botë. Ç'rëndësi ka, jam pakic. Shumica nuk merret me këtë punë fare. Edhe ajo vendos në ditën e votimit. Merr vendim fantastik. Dhe nuk mund t'ja ndryshosh, se është shumicë dërmuese. Nuk mund t'ja devijosh. Dhe këtë tash duhet ta kuptojnë, të shtohet kjo shumicë. Kësaj shumice i bën përshtypje kur dikush paraqitet me një alternativë. Dikush ulet dhe ja bën të qartë alternativën. Dhe këto alternativa ata e kishin. Pa i kishin të vogël. Ishte alternativa e atij Lapaj. Është një alternativë e cila lëviz midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, si nga arroganca njëra në anë, ashtu dhe nga përfitimet nga ana tjetër. Po ashtu dhe në modelin uluritës të fillimit. Dhe sigurisht e ndoqen sa ndoqen, nëse ka marrë 65-70.000, sigurisht bashkë me atë Shabanin, ka marrë mirë. Është modeli shumë i keq që nxjerr vetëm një deputet, është fatkeqësia e jashtëzakonshme që duhet ndruar. Dhe mungesa e bashkimit tyre. Alternativa kush ishte tjetër? Nuk është se ky elektorat nuk e vuri re. Ishte sigurisht Agron Shehaj, që ka qenë pjesë e Partisë Demokratike, që ka ndërtuar një parti me vullnetin dhe paratë e veta, mos ta harrojmë këtë. Me vullnetin dhe paratë e veta, ashtu si kundër ka ndërtuar me fjala Silvio Berlusconi, Forza Italia në Itali. Ai model është, ne imitojmë në shumë raste Italinë. Midis grekëve dhe italianëve ne mendojmë se mund të imitojmë Italinë. Pavarësisht dy partitizmit irracional, shpeshherë në zgjedhje që kemi. Po, kështu e kemi, kështu është zgjidhja popullore jona, shoqërore jona. Pra do zgjidhje midis këtij personi dhe personi tjetër, midis PSD-s, e cila është një parti që s'ka lidhje fare as me të majtën, as me të djathtën, as me asgjë tjetër, ka lidhje me një person e krijuar, e bler për atij personi, e dhuruar edhe e bler, dhe njëkohësisht e administruar prej tij. E dinë, është parti pronë, shkurt, mohabeti. Nuk mund ta krahasoj me mundësinë e Agron Shehaj, që është një person i mirë edukuar, i bërë ndershmërisht, jo pa ndershmërisht, se është ka parti që janë bëra pa ndershmërisht. Një parti e shuar, cilët i jepen vende, si e Ilir Metës, që do analizat tash. Një parti demokratike, njerëzit nuk ose nuk shohin, e cila ju ka dhënë vende dhe pozicion deputeti njerëzve, parti që ka vetë vogla që nuk i kanë dhënë vota, dhe njerëzve që i ka dhënë vota Partisë Demokratike nuk i ka lënë vend. I ka dhënë vend Fatmir Mediut, një që duhet shkojnë burg për punë Gërdecit, i ka dhënë vend, nuk e di çamve që si japin vota, i ka dhënë vend, nuk e di se kujt. LSI-s 2 vende, pa i dhënë vota, dhe ka lënë demokratët jashtë. Edhe ato demokratë që sigurisht e vinë mbrapa Sali Berishës, përfshi edhe doktor Ali Mehmetin, cili një idiot cikëlliçi thot ishte çmenduri. Tash i kujtohet se janë të çmendur. Tash nuk janë të çmendur më ato, janë out.
Do të majnë përgjegjësi, thot, unë do majnë përgjegjësi. Çfarë përgjegjësi e mban ti për ke propozuar dhe angazhuar veten dhe votat tuaja për një ligj të tillë? Po sigurisht doktor Ali Mehmeti duhet i bëhet mirë, sepse sigurisht ai ka ndruar diskursin. Është kthyer në Iberishk të vogël dhe ai shumë vota ka marrë, sigurisht. Ky elektorat tash që flas unë i dallon këto gjëra, dallon dhe qorrin. Me këtë rast po i bëj edhe një analizë, i cili është një i majti më i mirë që ka Shqipëria sot. Mos i kërkoni ke Partia Socialiste. Te Partia Socialiste të majtin më të mirë mund ta gjeni deri ke Erion Braço. Po mos u shtyni më tepër se nuk i gjeni. Është një parti e cila lëviz nga qendra dhe thot socialiste, është europianiste, sigurisht edhe kjo i ka bërë punë të madhe në krahasim me Evropën, e cila e kërkon këtë ide, sepse janë shumë parti në Evropë që po tentojnë mos jenë kaq shumë europianiste. Bëhet një luftë e madhe në Evropë midis europianistëve dhe euroskeptikëve dhe jo europianistëve. Janë në Evropë gjithë dhe janë të ndarë kështu. Në të vërtetë Edi Rama, duke qenë mik me të djathët, bën edhe europianistin. Më kuptoni se çfarë kryvepre politike sigurisht është nga ana e tij dhe nga ana jonë për ta luajtur mirë këtë lloj. I bën qefin edhe të djathëve në Evropë, i bën qefin edhe të majtëve në Evropë, i bën qefin edhe Melonit, i bën qefin edhe Shancesit. Është mirë edhe me Orbanin, është mirë edhe me Macronin. Më kuptoni çfarë mrekulliet është? E gjithë kjo amalgam njerëzish në Shqipëri që edhe marrin vesh e zbulojnë këtë, janë të heshtur. E kuptojnë këtë punë dhe shkojnë në ditën e votimit edhe votojnë. Pastaj mund të shohet Berishka, dhe gjithë Berishkët e botës na morën patronazhiste kështu marrëzirash. Po njerëzit poshtë dinë që nuk ka nevojë të quash në mënyrë fyese patronazhisti dikur komunist. Sepse sigurisht sikur ta kanë bërë komunistët, ta bëjnë edhe patronazhistët. Jo shpjegoj shumë bukur një nga idiotët më të mëdhenj që ka Partia Demokratike, që është Alizoti, i cili siç kemi mundur tha baballarët tuaj që kishin tanke. Alizotit i thot mendja e tij e fantepsur, e shëmtuar, që këta na pas kanë mundur komunistat e 1990-s. Kur të gjithë e dinë është kjo, shumica e heshtur e dinë që komunistat e 1990-s e lëshuan vetë, përgatitën fëmijët e tyre, të gjithë ata që kishin drejt studime dhe që ishin fëmijë komunistët, rrëzuan komunizmin. Duke përfshirë këtu edhe një komunist si Sali Berisha edhe një të sigurimit të shtetit që ishte Azem Hajdari, 27 vjeç, 28 vjeç, me fëmijë në fakultet. Gramos Pashkot e Gencerulat, gjithë me radhë, që ishin komunista. Dakord, familje komunista shë gjitha. Dhe ky thoshte ne i rrëzuam kur kishin tanke. Ky Alizoti, cili ka pas gjysin fashist, krye fashist të Shqipërisë. Dhe kujton se i ka rrëzuar. Edhe tash do t'i hante gjallë, ndërkohë pastaj deklaroi se është vegetarian. Jo vetëm që si ha gjallë, po ju ha, tash nuk dua të them më tepër se çfarë ju ha ky tipi. Kjo shumica, po ju garantoj e dallojnë këtë punë. E marrin vesh edhe premtimit e çmendura të Sali Berishës. Budalliqet e tij me paga fantazioze, me pensione fantazioze, me buxhete të cilat do të shtoheshin 4 fish, duke ulur mbledhja e taksave 2 fish. Kjo shumicë nuk është budallaqe, shumicë e heshtur. Është pakica ajo që fillon akseleron fjalët për idioti, që ne do t'i bëjmë kaq, taksat më poshtë, do të rrëzojmë 2 fish taksat dhe do mbledhim 4 fish pare më tepër. Sepse sigurisht kjo shumicë di që ai njeri që ka thënë kështu gjithmonë ka gënjur. E ka emrin Sali Berisha. Ka gënjur edhe gjatë pushtetit të tij, ka gënjur edhe kur ka qenë në opozitë. Ka gënjur se ka thënë nuk themon në drejtim të partisë, është kthyer. Ka gënjur duke thënë ky është më i mirë se ky. Dhe sigurisht njëri vdiq në aksident dhe tjetri u bë kryetari i partisë, që ishte Lulzim Basha. Edhe pastaj ky u bë dhe tradhtari. Kjo shumicë di që një njeri i tillë si Sali Berisha ka sulmuar selin e tij, ka sulmuar demokratët e tij me hujë,
E ka pushtuar si të pushtoj një kështjellë mesetare. E di kjo shumicë, nuk është se di vetëm 21 janarin, di vetëm edhe 15 marsin e Gërdeqit. Kjo shumicë e heshtur, e cila merr vendim, e di që ai gjithmonë gënjen, mashtron. Nuk ka përdorur kur dorëheqje, sepse ai ngjan Hitlerit, i cili humbte zgjedhjet dhe pastaj thoshte i vodët. Dikur duke filluar nga qeveritë e Weimarit, nga politikat e tilla. Derisa e prun në pushtet me kulisa dhe pastaj largoi edhe pluralizmin. Këtë punë ka bërë. E kemi provuar në 96, 97 që largoi pluralizmin në Shqipëri. Nuk pyeste kërkem. Jepte edhe urdha për të bombarduar. Shkatroi ekonomikisht dhe fizikisht vendin. Kjo shumicë e di. Çfarë të them tjetër? Çfarë di tjetër kjo shumicë? Kjo e di që ne jemi në post-komunizëm. Se sigurisht sa të kesh komunistin e fundit, i cili paraqitet si alternativë, pra ke një komunist vitit 1968, i cili të paraqitet tashi si alternativë politike në demokraci, shumica e heshtur e Shqipërisë e di edhe sigurisht atë ditë që merret vendimi shkon atje ke kutia e votimit edhe hedh atë, po janë shumicë, nuk e çfarë ju bën. Ta zem se dikush nuk do që ta pyesi këtë shumicën është e pamundur, janë shumë. Pikërisht kjo është demokracia, sepse sigurisht shikon shumicën që merr në duart e saj fatin politik. Dhe ajo do të zgjidhte patjetër midis Edi Ramës edhe Sali Berishës. Do zgjidhte midis dy personave, njëri ka qenë komunist, tjetri nuk ka qenë komunist. Midis dy personave, të cilët në vitin 1990 u kapën kush do ta merrte Partinë Demokratike dhe sigurisht atë parti e morën ata që ishin komunista. Sepse kishte Leverdi edhe PS-ja asaj kohe t'u alinte atyre për t'i treguar ja ku janë. Edhe për të rregulluar veten. Kjo shumicë e di që është një person i cili bëri fushat elektorale për Evropën, në rastin edhe të brendshëm edhe të jashtëm të politikës. Në politikën e jashtme sigurisht kishte suksesin absolut, por dhe në politikën e brendshme kishte sukses absolut, sepse po vazhdonte të këmbgulte që ajo ëndër e cila ka nisur në vitin 1990. Edhe sigurisht ishte më e rëndësishme ëndra se sa marrëzirat financiare, ekonomiko-financiare të një njeriu delirant, të vdekur për pushtet për të mbrojtur familjen e tij, si Sali Berisha. Për të mbrojtur thjesht familjen e tij, i cili sigurisht ju tregonte kësaj shumice që unë harxhoj edhe $6 milion për hesapet e mia, dhe pastaj bëj edhe muhabete për ju, për t'ju futur në zjarr. Të gjithë e kuptojnë këtë, nuk është se nuk e kuptonin. Dhe kjo shumicë sigurisht ka përqend gjithmonë në Shqipëri. Do vi duke u shtuar, nëse përpara saj nuk del një alternativë e cila të sfidoj jo shumicën e popullit, po të sfidoj të vihet përballë asaj shumice pushtetit të deri tanishëm. Dhe thotë, shiko, ju e keni kryer misionin tuaj. Dhe sigurisht që kjo ditë do të vi, por do të vi atëherë kur alternativat paraqitet e vërtet e pastër dhe e qartë, dhe në ato momente do mbaroj edhe post-komunizmi shqiptar. Dhe kjo shumicë popullore, e cila është e heshtur, por vendos fatet politike në këtë vend, do të jetë aty. Do vendos aty dhe sigurisht do të jetë krenare për atë çfarë ka bërë. Sot për sot ka bërë gjën më të mirë të mundshme të kohës. Ka mbajtur në pushtet ata që e meritojnë më tepër se sa njerëz që kanë shkatruar Shqipërinë dhe vazhdojnë ta shkatrojnë. Ta kthejnë Shqipërinë politikisht dhe ideologjikisht në një laborator eksperimental kavjesh, të marrëzish folk politike në Shqipëri. Dakor miqtë e mi, ja kjo është shumica e heshtur, por që ka në dorë fatet politike në Shqipëri.